Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka udhëtuar drejt Londrës për të marrë pjesë në samitin e radhës të procesit të Berlinit që do të zhvillohet më 22 tetor. Në samit do të marrë pjesë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, me të cilin Kurti do të ndajë të njëjtën tryezë pas polemikave të fundit në distancë për tubimin në mbështetje të OÇK-s në Tiranë dhe qëndrimet për gjykatën speciale. Samiti këtij viti pritet të fokusohet në çështjet e sigurisë, zhvillimit ekonomik dhe migrimit, ndërsa udhëheqësit e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor do të nënshkruajnë deklarata të përbashkëta për tregun e përbashkët rajonal dhe bashkëpunimin energjetik. Procesi i Berlinit, i cili u inicia nga Qeveria Gjermane në vitin 2014, synon të nxjisë bashkëpunimin mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të përshpejtojë rrugën e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ministria në detyrë të punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla ka udhëtuar për në New York për të marrë pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që do të mbahet sot më 21 tetor 2025 në orën 10 sipas kohës lokale në New York dhe 16 në Kosovë. Në këtë seancë do të shfrytëzohet raporti periodik i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Gutierrez për zhvillimet në Kosovë. Ministria Gërvalla do të raportohet për punën e mirë të institucioneve të Republikës së Kosovës, për rezultatet, sfidat dhe prioritetet e reformave të gjithëpërfshirëse, sidomos në sundimin e ligjit, performancën ekonomike dhe e fuqizimin e institucioneve, ta Ministria e Punëve të Jashtme në njoftim. Zëvendës përfaqësuesi special dhe zyrtari i përgjithshëm i UNMIK-ut, Milberg Donjon Shin, pritet të informojë Këshillin e Sigurimit për raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm për UNMIK-un, i cili u shpërnda ndër anëtarët e Këshillit më 10 tetor dhe mbulon zhvillimet nga 16 marsi deri më 15 shtator. Gazetari i medias gjermane Bahri Cani ka reaguar në lidhje me debatin publik që është krijuar pas koalicionit të lëvizjes vetëvendosje me LDK në komunën e Vushtrisë. Sipas tij, ky koalicion nuk do duhej të bënte kaq shumë bujë pasi bashkëpunimi i partive politike në nivel lokal do të duhej të ishte dhe është tërësisht normal. Megjithatë, Cani kërkoi që LDK-ja ta sqarojë këtë situatë më mirë. Sidoqoftë, LDK-ja duhet të dalë me qëndrim shumë të prerë, lejohet bashkëpunimi në nivel lokal, në mënyrë autonome apo jo, dhe jo të krijojë huti të votuesit e saj. Me këso veprimesh, nuk ka fituar askush sepse votuesi i LDK sot e ka më pak të qartë se dje se kë duhet ta votojë në balotazh, ndërsa partia dele pa koordinuar, shpreh gazetari për të cilët bota sot, lëvim postimi i tij plot. Kandidati i Ligës Demokratike të Kosovës për kryetar të Vushtrisë, Xhafer Tahiri, ka nënshkruar marrëveshje koalicioni me kandidatin e lëvizjes vetëvendosje, Sulejman Meholli. Në kushte normale, ky lajm do të duhej të përfundonte me kaq, por ky lajm ka bërë bujë të madhe për shkaqe të tjera. U nënshkrua kjo marrëveshje me koordinim apo pa koordinim me kryerin të LDK-s. Bashkëpunimi i partive politike në nivel lokal do të duhej të ishte dhe është tërësisht normal sepse njerëzit, problemet dhe çështjet në nivel lokal dallojnë shumë nga ato në nivel qendror. Edhe tani partitë politike në nivel lokal kanë bashkëpunime pavarësisht nivelit qendror, si në Kosovë ashtu edhe në Gjermani dhe shumë vende të tjera. Në Gjermani është shumë normale për shembull që partitë të bashkëpunojnë në nivel lojal pavarësisht atij në nivel qendror, përveç AFD-s, me të cilën deri tani askush nuk do të bashkëpunojë. Por bashkëpunimet nuk ndodhin ngatikur pa konsultime, ndaj pyetja kryesore nga fillimi është: a ka pasur vërtet konsultime me kryerit e LDK-s? Dhe pse në fotografi është vetëm njëri nga lideret, në këtë rast i vetëvendosjes Albin Kurti, jo dhe kreu i partisë tjetër Lumira Biçiku, por vetë fakti që për këtë bashkëpunim ngrihet kaq shumë pluhur tregon se faktet se sa e kontaminuar është atmosfera politike mes partive në Kosovë. Në kushte normale, kjo fotografi nuk do të luante kurfar roli. Ky bashkëpunim do të ishte krejtësisht normal, por në Kosovë sot gjithçka aktualisht shikohet me lupë. Sidoqoftë, LDK-ja duhet të dalë me qëndrim shumë të prerë, lejohet bashkëpunimi në nivel lokal në mënyrë autonome apo jo, dhe jo të krijojë huti tek votuesit. Me këso veprimesh nuk ka fituar askush sepse votuesi i LDK-s sot e ka më pak të qartë se dje se kë duhet të votojë në balotazh, ndërsa partia dele pa koordinuar.